më lejoni. Po, jo, vetëm një pyetje kështu, procedure, kur ka gjyqe, kur ka të tilla çështje, pra njëri akuzon për shpifje tjetrin, s'pak tani i futet dhe heton këtë çështje, pra ka pasur apo jo diçka mbi të cilën është aluduar, apo i thot personit që apo i thot Berishës që ke provë ti për këtë apo jo? Sepse për shpifje, në rastin konkret, së pari i drejtohen direkt gjykatës posaçme, nëse personi akuzuar ka imunitet, siç është rasti i Berishës, por nëse do kishim edhe një akuzë penale ndaj zonjës Argita Maltezi, sërish çështja për shpifje apo fyrje, ka një procedurë tjetër, nuk shkohet me kallëzim penal, pas shkohet me kërkesë penale dhe janë çështje që gjykohen nga gjykatat. Në rastin e zonjës Maltezi duhet shkonte në gjykatën e Tiranës, në rastin e zotit Berisha duhet shkonte në gjykatën e posaçme. Por kjo është komplet një gjë e jashtëzakonshme, sepse po ta shikosh thelbin e çështjes, ajo realisht pretendon se është shpifur ndaj saj, por ndërkohë ajo ka bërë kallëzim penal dhe përflitet gjoja për veprime korruptive, për shantazhe apo diçka tjetër. Kështu që në këtë kontekst mendoj se edhe informacioni në media nuk ka dalë i saktë, por është një kallëzim penal që është bërë ndaj zonjës Maltezi për një pyetje që zonja Maltezi ka bërë ndaj Irenës me 3 mbiemra në një emision televiziv. Po për këtë pyetje, domethënë për këtë çështje, prokuroria e heton çështjen nëse kemi apo jo, ka ndodhur një gjë e tillë apo jo, apo vetëm i thot personit ju që bët të pyetje e mbështesi me prova po ose jo, dhe e merr përsipër përgjegjësinë. Dhe heton dikush për gjyqtaren Irena Gjoka aktualisht? Patjetër. Dhe unë këtë po them, është ndryshe kur çon një kallëzim penal dhe ti duhesh patjetër ta kopsisësh me fakte dhe me prova, dhe është ndryshe kur ti ngren një pyetje. Dhe këtu kur ti ngren një pyetje që aludohet për një gjyqtare që deri dje ka qenë dhe kryetare gjykatës posaçme dhe nuk ishte rastisht në atë çështje, aludohet që është një vepër penale që po fshihet dhe nga SPAK-u, atëherë është, siç e thash, në të mirën e SPAK-ut, në raportet me interesin publik, që duhet ta zbardhi këtë pyetje dhe ti thot nuk është e vërtet, pasi në këtë dosje në inceneratorëve, sepse flitet që janë sekuestruar disa telefona dhe në këto telefona të sekuestruar përflitet që është një video e tillë. Atëre, e kujt është detyra? Se ne, po ta kishim videon dhe telefonin, ne e kishim bërë kallëzim penal. Po për sa kohë që ne nuk e kemi, dhe për sa kohë i gjithë opinioni publik vlonte nga kjo situatë, atëre lind detyra e SPAK-ut që ta hetojë këtë çështje deri më një, po jo duke u përdorur si mash për të mbuluar krimet e Irena Gjokës dhe për të sulmuar zonjën Maltezi dhe zotin Berisha, por si një instrument drejtësie për të zbardhur të vërtetën. Se ja t'ju bëj një pyetje unë juve. A mbani mend ku dhan masat e inceneratorët nga Irena me 3 mbiemra? Janë ato masat e famshme që si gjithmonë në fakt, po këtu ishte edhe më reale, që u lëshuan shumë masa dhe nuk u ekzekutuan as çereku atyre masave, po vetëm i disa personave të cilët gjendeshin gjatë në arrest në burg. Pra, përveç se ishin njoftuar persona që ishte lëshuar masa, në sekuestrimet e rastësishme që janë bërë, përflitet se janë gjetur edhe problematika shumë të rënda që është detyra SPAK-ut të jetojë. Zonja Kalaja, logjika, ju keni një logjik, jo vetëm ju në fakt, të shumë të tjerë kanë thënë këtë, që